Një ditë prej ditëve, siç e ka transmetuar Ebu Nuaimi al-Asbahani në librin e tij Hilyatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya, thot ka qenë dietar i madh i muslimanëve, i cili është quajtur Mejmun ibn Mehran al-A'mash, dietar muhaddith i madh i muslimanëve. Ka qenë i punësuar te Umar ibn Abdul Azizi, ka qenë njëri khalife, tjetri ka qenë dietar i madh. Një ditë për ditëve e merë djalin e vetë, Amrin ibn Mejmun, djalin e vetë, thot ecë me muë, shkojnë të zatetim, të takojmë El Hasan El Basriun. I thot djali babës, qka na duhet me zatetat njeri, pse du të me takuat njeri? Ka thonë sa njeri është i urt, o djetari madh, me që se ki vetë ka qenë djetar. Thot të takojmë atë njeri, ndoshta na i zbut pak zemrat nga kjo vrasësi të cilën na ka kaplue. Shkojnë me djali dhe baba, Amri me Ibni Mehranin, shkojnë të dera Hasan el Basriut. E troket në der, edhe personi cili del me prit Amrin edhe Ibni Mehrani, thot kush on der? Thot filani dhe filani. Del Hasan el Basriu pra pa derës, ende pa e qel derën, dhe i thot qka të pas ka gjetë tyje, o i mirë, që e pas ke mri këtë zaman të keq. Zaman i tabiinve e ka qujtë Hasan el Basriu, qka të pas ka gjetë ty dhe muhe, që e kena mri këtë zaman të keq. Zaman ku s'ka devotshmëri, zaman që s'ka frikë prej Allahu Gjellë Gjellalu, zaman i cili ata ka njetu, ka qenë minjë herë mas sahabeve. Me e pa ata zamanin ton, me e pa ata që ish njerëzit e morin fejen sot. Qka këshin thanë këti zamani? Por Allahu Gjellë Gjellalu si cëllit senja ka caktu kaderën e vetë. Edhe i tha, dil jash pak se du me fol me tyje. Kur dul jash Hasan el Basriu, qka i tha Ibnu Mehrani? Tha, o Hasan, tha mu e zemra mu ka ngurcu, mu ka bo guri, nuk kam butësi në zemrën time. Tha më jep diçka, do një porosi, a t'jap sadaka, a me fal në namaz, me qka me zbut zemrën, si ti qka e ki t'but. Qka i tha Hasan el Basriu? Tha bismillahirrahmanirrahim, e fara'ejte immet ta'nahum sinin, thumme jaahum ma kanu ju'adun, ma aghne anhum ma kanu jumetta'un. Edhe hini mrejna, ja lezoj qëta ajete. I ratë fikt A'meshit, i ratë fikt, djali vetë s'po mërë vesh kur gja, ja lipin në nasihat, ja lezoj 3 ajete, ra baba ja livanost. E këthjelën, kër u këthjel, i thanë dikush, nëse ka mundësi mu largu se këtu në bordë qpijës, u largun. Rrugës për thot djali vetë Amr ibn Mejmun ibn Mehran, tha o baba jem, a që kjo Hasan el Basriua, që ki që në murëm udh me artë të kënjeri, ti lexoj 3 ajete, me 3 ajete e sosi nasihatina, kur gjanë nuk të kalzoj. Tha o djali jem, me pas të ati zemër, ta kish plagos zemër në ajeti që ka e në lexoj. Me pas të ati zemër, që ki ajet, që të 3 ajete që ka e në lexoj Hasan el Basriu, ta kishin plagos zemërën. E që ka janë këta ajete që në lexojna, po si marrin vesh. Tha Allahu Gjelluar në Kur'an, ajete që ka e lexoj Hasan el Basriu Ibni Mehrani, dhe i tha shko, qa që kije, pi muhe, nga sa je kupton të ajetin. A dhe i tha i djalit vetë, ti me pas zemër, ta këput zemër në këja ajet. E qka thuon këtë ajet? Thot Allahu Gjellalu, e fara'ejte immet ta'nahum sinin, o Muhammed, qka nëse ju japë në njerëzve imër të gatë, që pe lip në imrin e gatë, apo i bëfsh 100 vjetë, i bëfsh 200 vjetë, i bëfsh 300 vjetë. E kur t'i bojë 100 vjetë, thot hajde më vdit se na ke lodhë më këtu si plak. Këta të cilët lutën, kur t'i bëjsh të 100 shajnë, e Allah e ka rahmetin e madhë, të merë më herët, që mos me të shah shumë. Para me noti me të sot 200 vjetë, kush do? Kush do ti mi ba 200 vjetë? Ti të dhejtë kur i ban njerëzit bezdisën prej teje. E qka tha Allahu Gjellat, qka nësi ju apë na imur shumë? Qka nëse ju apë na imur shumë? Tha Ikrime, qka nëse ta jep Allahu imrin e dunjajës? Qka të duhet?
Nga se ligjo me ardh vdekja pa tjetër. E Allahu tha, çka nëse ju hapna imër sinin, vite shumë. Thumme, e pastaj ju vjen ajo çka ju kena premtue prej ndëshkimit të Allahu xhelel xhelalu. Çka nëse na jetojna gat? Çish po kena çef me jetu gat? Nga se kena ngul kam këtë dunja. Çe be supozoj Zoti kam i të dhënë shumë vite. Çka kemë bëhe? Çka kemë bënë këtë dunja? Pa tjetër dush me e shlue. Tha Allahu xhelel xhelal, ma aghna anhum ma kanu yumtaun. Çka ju ban dobi këtë jetë, çka e kanë jetu? Dëgjoj këtë ajet, i cili ajet e bani me irat fikt Mejmun ibn Mehranit El A'meshit, edhe i tha djalit vet, akibet i zemër. Aki zemër ti me këshirë, çka na tha Hasan al-Basriu? Me dy fjalë, çka i ka lexuar fjalë Allahu xhelel xhelalu, ja ka shpu zemrën. Çela është kjo? Kjo është na nuk kena kuptuar pse kena ardhur këtë dunjë. Çka nëse kena me jetu gat? Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, yughmasul kafiru. Do jeni që ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë alaihi salatu wassalam, yu'ta bil kafiri fayughmasu fi an-nar khamsa. Zoti na ruaj nga kjo gjendje. Allahu e sjell kafirin ditën e Kiametit. I ka pas këtë mirat, me hangër, me pi, shëndet, gjithçka. Dhe shikoni sot çka kanë: miliarda, aeroplane, raketa, kanë anije të mëdha, kanë armatim të madh. Dhe ti mos mashtroje që kjo, se vallahi si cilit për ty në rënd me rënd, kër ju vjen dekja që ju ban dobi, as aeroplani, as miliardat, as kur gjohiq. Si cili vdes rënd me rënd. Ani pse ata i hargjojnë me miliarda pare kure varrosin kryetarin e vetë. A gjenë vërë nuk i njojnë ato pare. Pa tjetër e kanë me shlu në vërë. Pa tjetër e kanë me ditur të veta me adërzua Rabbul Aleminit. Apo, ani se i e në qilë e ki aeroplanin, ketu shtria e ngojnë ata, ama këti ku ti vene me lekul moti s'ka qka i banë. Ketu shtria du të me thonë vdiqki. Dhe gjënë që ka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju të bil kafiri, bihet qafirit ditën e Kiametit. Çka ndodh me ta? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ve yughmasu fi an-nar khamsa. Edhe veç e shtin zjarrin një herë dhe hekin prap. Vetëm e shtin një herë në xhenem dhe hekin prap. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thumma yuqalu laha hal ra'ayta khayran qat. I thojnë këtina, na kallzo pa kur je ka ndonjëherë që je knasti. Kur ke pa mirë ti? A ke pa ndonjëherë mirë? A je shëtitë njërë ti me aeroplan, me tren, me raket? A ke hangër ti nga ushimet më të mira? Ke pas vajzat më të mira? Ke pas komoditetet më të mira? Kallzona pak për çato. Kallzona pak për çato. I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot fe yaqulu la wallahi ya rabbi. Thot jo, pasha Allahun, o zoti jam, kur hajr s'kum pa. Çka ndodhi? Me një të hyn me zarm i harron krejt. Që kjo a dunjoja ki.